Të dashur dëgjues, vëllezër e motra në Krishtin, me zemër falënderimi dhe me besim të madh në Zotin, po ju drejtojmë në këto ditë të Mariatonës 2026, kur familja botërore Radio Maris bashkohet në lutje, dashuri dhe solidaritet për të mbështetur misionin e Ungjillit në mbar botën. Motoja që na shoqëron si vjet është e thjeshtë, por jashtëzakonisht e thellë. Në dashuri është fitoria. Në një botë të trazuar nga luftrat, ndarjet, vetmia dhe humbja e shpresës, ne si të krishterë besojmë se fitoria e vërtet nuk arrihet me forcë, pushtet apo interes, por me dashuri. Dashuria është gjumha e Zotit. Dashuria është forca e kishës. Dashuria është zemra e misionit të Radio Maris. Kjo është arsyeja pse edhe si vjet, përmes Mariatonës, ne dëshirojmë të jemi pranë radiomarive në lindjen e mesme, në Siri, Liban, Jordani, Egjipt dhe në ato vende të shenjta ku krishterimi lindi, por ku sot shumë vëllezër e motra tanë jetojnë mes vuajtjeve, pasigurisë dhe varfrisë. Në ato troje ku Jezusi e shpalli ungjillin e paqes dhe ku bashkësitë e para të krishtera dëshmuan fen deri në martirizim, Radio Maria vazhdon të jetë një dritë shprese, një zë lutjeje dhe një shenjë e pranisë së Zotit në mesin e popullit. Edhe ne si Radio Maria e Kosovës e ndjejmë këtë përgjegjësi dhe këtë hir. Ne vim nga një popull që ka kaluar sprova, luftra dhe plagë. E dim çfarë do të thotë të kesh nevojë për shpresë. E dim çfarë do të thotë kërkosh një zë që të ngushëllon, që të forcon dhe të afron me Zotin. Prandaj, duke jetuar moton në dashuri është fitoria, ne nuk mbyllemi në vetvete, por hapim zemrat tona për kishën universale dhe për misionin e Radio Maris në mbar botën. Radio Maria në Kosovë mbetet një mision i gjallë i kishës, një zë i lutjes përditshme, një zë i meshës së shenjtë, një zë i fjalës së hyjit, një zë i shpresës për të sëmurët, për të moshuarit, për familjet, për të rinjt, për mërgatën tonë dhe për të gjithë ata që kërkojnë paqe shpirtërore. Kjo radio nuk mbahet nga interesa ekonomike apo reklama, publicitete. Ajo jeton fal hyjit, fal zojës së bekuar dhe fal zemrave bujare të dëgjuesve tanë. Ndaj, në këtë Mariaton 2026, juftoj të luteni bashkë me ne për paqe në lindjen e mesme, juftoj të dëshmoni dashurin përmes afërsisë dhe solidaritetit. Juftoj të mbështesni këtë mision sipas mundësive tuaja, që Radio Maria të vazhdoj të jetë zë i ungjillit dhe ngushëllimit për miliona njerëz. Asnjë dhuratë nuk është e vogël kur jepet me dashuri. Sepse pikërisht në dashuri është fitoria. Fitoria mbi frikën, fitoria mbi urrëtitjen, mbi indiferencën, mbi errësirën e kësaj bote. Faleminderit që jeni pjesë e kësaj familje të madhe të Radio Maris. Faleminderit për lutjet, sakrificat, dëshmitë dhe bujarinë tuaj. Faleminderit që na ndihmoni ta çojmë zërin e Zojës së bekuar në zemrat e njerëzve. Na udhëheq gjithmonë Zoja Cërnagore e Letnicës, pajtoria e radioson, dhe na mësoft të fitojmë gjithmonë përmes dashurisë së Krishtit. Në emër të stafit, bashkëpunëtorëve dhe vullnetarëve të Radio Marisë së Kosovës, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Juaj në Krishtin, Domshtjef Ndodës, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Këshirnjat fëmin me res hyniet, sa lezet shëm sytisje, për me dashtun gjithë na ndje
gjithë po na I gravit. Kësaj të bukrës në gjithë luzimet, saj të madhes kyvet dorës, I thonë zojat zërna gororës, me fmin prehër sa lezet. S'lumë zojet pirit saj, laudi qoftë për mote